Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua të flas me ju rreth historisë më të bukur të dashurisë. Unë e cilësoj si historinë më të bukur të dashurisë sepse është historia më e bukur e dashurisë. Do me thënë në këto dy njerëz që kanë dashuruar, që kanë mbështetur njëri tjetrin, që kanë duar trokitur njëri tjetrit, që i kanë dhënë dashuri njëri tjetrit, sot janë që të dy bashkë, sot janë të lumtur të dy dhe të gëzuar. Flas për çiftin Selimbo, për Gimbon dhe Selinën. Një çift që në fakt na ka dhuruar këtë emocionin e dashurisë që në ditët e tyre të para. Ditën e djeshme unë bëra një video që fakt mori një ehon të madhe për jetesën e tyre, për qëndrimet e tyre, për atë se çfarë po ndodh me fatin e tyre. Dhe ditën e sot me fjalët e mia që unë i thash, Selina thjesht i vërtetoi me vull që janë të vërteta. Tani, ashtu siç e thash edhe dje në video, domethënë para se Selina të del në intervistë, Selina dhe Gimbo kanë përzgjedhur që të bashkëjetojnë të dy së bashku, domethënë janë duke u vendosur në një apartament më së shumti në Tiranë, sesa në Prishtinë, sepse edhe Gimbo po mundohej që të ushtron më së shumti profesionin e tij në tregun e Tiranës, sepse tregu i Shqipërisë në përgjithësi ka më shumë, domethënë më shumë gjallëri në këtë drejtim, ka më shumë energji në këtë drejtim dhe besoj që e ndihmon më së shumti Gimbon në këtë drejtim dhe siç duket Gimbo e ka me shumë qef që të jetë pjesë e tregut të Tiranës, që të jetë pjesë e një tregu goxha të suksesshëm, goxha të dashur dhe shumë pozitiv dhe kjo në fakt e bën Gimbon që të jetë në një natyrë të energjisë së mirë dhe nga ana tjetër është Selin që ka gjetur këtë dashurinë, që ka gjetur këtë pozitivitetin, që ka gjetur këtë energjinë e mirë me Gimbon. Do me thënë, ato kanë shumë botë të përbashkët dhe marrëdhënia e tyre me patjetër që është një marrëdhënie shumë e lumtur, shumë fantastike dhe shumë pozitive. Do me thënë, unë shoh një çift që vërtet din të dhurojnë një energji të mirë dhe vërtet din të na japin më të bukurën nga jeta e tyre. Ndryshe në këtë rast, për shembull nga flasim tani kur flasim për marrëdhënie dhe kur flasim për çifte, ndryshe në këtë rast, Selina dhe Gimbo nuk është se do të bëjnë një dasëm këtë vit, do me thënë, një herë kanë përzgjedhur që të bashkëjetojnë, të kënaqen me njëri tjetrin, Selina shkon shpesh në Prishtinë, Gimbo vjen shpesh në Tiranë, janë 24/7 të dy bashkë, do me thënë janë lidhur shumë të dy bashkë dhe një herë duan ta jetojnë këtë marrëdhënie, me patjetër që do të ketë dhe dasëm. Unë me thënë të drejtën nuk e dyshoj që te ky çifti do të ketë dasëm, sepse është një çift që premton te publiku, kanë dashuri të vërtetë, jetojnë dashurinë e tyre dhe shpresoj që gjithmonë në fakt t'ju shkojë kështu marrëdhënia dhe të jenë të kënaqur me njëri tjetrin.